Stabiliteti i Ballkanit është me rëndësi kritike për NATO-n. KFOR-i është mision më i gjatë dhe mbetet i interesuar të forcojë kapacitetet vendore dhe po ashtu do ta mbështesë FSK-n në kuadër të misionit aktual. Këtë zotim e ka dhënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg pas takimit me shefin e ekzekutivit Isa Mustafën. NATO nuk vendos për zhvillimin e saj, është në dorë të institucioneve, dhe nëse vendos për një gjë të tillë, atë NATO do ta rishikojë këtë mandat. Stoltenberg tutje ka thënë se marrëveshjet e arritura me Serbinë duhet të jetësohen, sepse kjo është vetmja zgjidhje në procesin e normalizimit. Është jetësore që marrëveshjet e arritura të jetësohen. Duhet të vazhdojmë me procesin e normalizimit, sepse kjo është vetëm një zgjidhje. NATO e ka forcën e KFOR-it që të bëjmë ruajtjen e paqes këtu. Policia është forca e parë, pastaj EULEX-i dhe pastaj KFOR-i që të ruajnë sigurinë e vendit. Dhe ne do të veprojmë gjithmonë, aq sa është e domosdoshme për ta ruajtur paqen. Në anën tjetër, kryeministri i vendit Isa Mustafa ka falendëruar Stoltenberger për rolin që ka NATO-ja dhe aspiratat e saj për paqe në vend. Kosova e vlerëson lartë rolin e NATO-s dhe po ashtu aspiron për të bërë antare në NATO-s. Gjitha subjektet politike në Kosovë, pa marrë parasysh të pozitës apo të opozitës, janë deklaruar që Republika e Kosovës është plotësisht angazhuar për integrimet evropiane dhe integrimet euroatlantike. Mustafa tutje ka theksuar se FSK i ka bërë të gjitha përgatitjet për të shndruar në forcat armatosura të Kosovës, por sipas tij ky proces po mbetet peng si pasojë e deputetëve të listës serbe në kuvendin e Kosovës. Mustafa gjatë kësaj konference për media ka folur edhe për demarkacionin me Malin e Zi, për të cilën tha se demarkimi do të bëhet sa më shpejt, sepse bashkëpunimi me shtetin malazez është shumë i mirë.